Në mars të vitit 2007, një muaj përpara Pashkës, regjisori i njohur i filmit Titanic, James Cameron, nxori një film dokumentar, Varri i humbur i Jezusit. Pretendoi se ishin gjetur eshtrat e Jezusit dhe të familjarëve të tij. Pretendonin në këtë dokumentar duke u thënë të krishterëve që Bulim nuk duhet të shqetësojë të krishterët, fakti që eshtrat e Jezusit ndodhen ende në varr nuk duhet ishte asgjë nga përvoja e tyre, pasi në të vërtetë ishte ideja se fryma e tij u ngjall. Ajo i dha jetë fesë të krishterë. Kjo bie ndesh me pohimin dhe me pohimet e apostullit Paul dhe të dishepujve të tij. Për të, nëse eshtrat e Jezusit do të ishin ende në varr, atëherë të krishterët do të kishin gjithçka për t'u shqetësuar. Ai thotë te letra e parë Korintasve: në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë dhe i kotë është edhe besimi juaj.